Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton për ditëshëm komenti i shkrimit shenjtë. Jemi në datën 25 korik dhe kisha jonë ortodokse në nxit lexojmë nga letra apostullit Pavli detyruar Galatasve, kapitulli 4, vargu 22 deri vargu 27. Le ta lexojmë këtë pjesë dhe të komentojmë sipas hetëve. Sepse është shkruar se Abrahami pati dy bijë, njëra nga shërbëtore dhe tjetra nga e lira. Dhe ai që lindi nga shërbëtore lindi sipas mishit, por ai që lindi nga e lira lindi për hir të premtimit. Këto gjëra ka një kuptim alegorik sepse këto dy gra janë dy beslidhje, një nga mali Sinai që ngjis për skllavëri dhe është Agari, dhe Agari është mali Sinai në Arabi dhe i përgjigjit Jeruzalemit të kohës sotme, dhe kjo sklave me bijtë e saj. Ndërsa Jeruzalemi nga lart është i lirë dhe është nëna e të gjithëve, sepse është shkruar gëzo ti o shterb që nuk lind shpërthet dhe klidh ti që nuk provon dhimbjet e lindjes, sepse bijtë së braktisur do të jenë më të shumë ta asaj që kishte burrin. Pra, kjo është pjesa që lexojmë sot dhe pjesë nga letra apostullit Pavli detyruar Galatasve. Etrit e kishës e kanë komentuar dhe ka qenë pothuajse të gjithë në të njëjtin mendim dhe theksojnë se apostulli Pavli e ka marrë këtë histori dhe nuk e kërkon të mohojë historinë e Abrahamit, por zbulon kuptimin e saj shpirtëror. Më konkretisht lexojmë vargjet dhe ta komentojmë sipas hetërve, sepse shkruar se Abrahami pati dy bijë, njëra nga shërbëtore e tjetra nga e lira. Shonjanku i arti thotë se apostulli Pavli e nis historinë tek hebrejt nga ajo që ata njihin më mirë, dhe këtu flasim për Abrahamin që quhet ati i popullit të Izraelit. Por Abrahami pati dy bijë, që këtu nuk përfaqëson vetëm dy persona, por dhe dy popuj, por dhe dy mënyra jetese përpara Perëndis. Fëmia e parë i Abrahamit ishte Ismaili, që ai e bëri duke bashkuar me sklaven Agara, që ishte një sklave egjiptiane, dhe simbolizon Ismaili gjendjen e njeriu që mbështetet në fuqinë e tij njerëzore. Kurse fëmia e dytë ishte Isaku, që u bë nga bashkimi i Abrahamit me gruan e tij Sara në një moshë shumë të thyer, sipas premtimit të Perëndis, dhe simbolizon jetën që lind nga premtimi dhe hiri i Perëndis. Abrahami është ati i të dyve, por trashëgimia e Abrahamit, trashëgimia shpirtërore dhe bekimet e Perëndis nuk varen nga prejardhja biologjike e Abrahamit, sepse Zoti i tha Abrahamit që të gjitha premtimet që unë t'i dhash do trashëgohen nëpërmjet Isakut dhe jo nëpërmjet Ismailit, sepse Ismaili ishte thjesht fëmijë e dëshirës njerëzore, e pabesisë të njeriu, të Sarës, e cila kishte kaluar një kohë të madhe dhe kishte frikë se nuk do t'i jepte pasardhës Abrahamit, kështu që sipas ligjeve të asaj kohe ajo e lejoi sklaven e saj Agar që të shkonte me burrin e saj Abrahamin dhe fëmia t'i mbetej asaj. Dhe kështu lindi Ismaili. Por nuk ishte Ismaili sipas premtimeve të Perëndis. Dim që kur Perëndia i shfaqet Abrahamin në listat e Mamres, i jep premtim se mbas një viti gruaja e tij Sara do ishte me fëmijë. Dhe vërtet ashtu ndodhi, Abrahami ishte në moshën 100 vjeçe dhe Sara 90 vjeçe, ata u bashkuan dhe përtej ligjeve të natyrës, ato trupat të tyre që ishin, si them, trupa që nuk mund të riprodhoheshin, u bë një mrekulli dhe Sara mbeti shtatzan dhe lindi Isaku. Dhe nga Isaku erdhi pastaj edhe Jakobi dhe 12 fëmijët e Jakobit dhe që përbën gjithë 12 fiset e Izraelit. Pra, si të kuptojmë këto fjalë sot në këtë rresht? Edhe sot mund të jemi fetar nga tradita dhe zakoni, por kjo nuk mjafton. Fëmijët e Perëndis nuk bëhemi nga lidet e gjakut, por bëhemi nga hiri i Perëndis. Është një shprehje që thuhet që tek Zoti nuk ka një pembesa, por vetëm bi dhe bija. Sepse ndonjëherë na krijohet ideja, siç i krijoi edhe hebrejve, që boll lidhja gjenealogjike që ata kishin me Abrahamin ose lidhja e gjakut mjaftonte që ata trashëgonin bekimet e Abrahamit, por kjo nuk është e vërtetë, sepse edhe Ismaili kishte lidhje gjaku me Abrahamin dhe ishte ati i Ismailit, por nuk e pati premtimin, por premtimin e pati vetëm Isaku. Por le të flasim edhe për vargun 23, dhe ai që lindi nga shërbëtore lindi sipas mishit, por ai që lindi nga e lira lindi për hir të premtimit.
Shën Agustini shpjegon se sipas Mishit nuk do të thotë se lindja e Ismailit ishte mëkatare, sepse tha që në atë kohë lejoi që zonja, skllaven e saj, ta lejonte të shkonte me burrin dhe fëmia që do të lindte nga skllave mbetej i zonjës. Ky ishte ligji i asaj kohe. Dhe kështu që nuk kemi një shkelje ligjore për kohën që flasim, por do të thotë se ajo që ndodhi me Abrahamin dhe Ismailin ishte plani njerëzor, pra dëshira e Sarës për të pasur një fëmijë me çdo lloj mënyre, por jo sipas premtimit të Perëndis. Isaku lindi kur njerëzit e kishin të pamundur, për Abrahami dhe Sara ishin në moshë shumë të madhe. Prandaj ai është fryt i premtimit hynor. Dhe shënqëririsht tonë se shpëtimi nuk është rezultat i meritave njerëzore, por dhuratë e Perëndis. Dhe sot ka raste ku ne përpiqemi të zgjidhim problemet me logjikë dhe me forcën tonë, por ky varg na kujton të besojmë se rruga e Perëndis duket edhe e pamundur për arsyetimin tonë racional dhe fizikun dhe fuqitë tona të kufizuar, por ajo është një rrugë që patjetër do ta ketë një përfundim dhe një zgjidhje, sepse Perëndia bën atë që është e pamundur për njeriu, siç bëri edhe për Abrahamin dhe Sarën, që dha një fëmijë në moshë të thyer, dhe ky ishte një fëmijë premtimi dhe nga ky fëmijë erdhi populli i Izraelit dhe të gjithë bekimet që Zoti kishte dhënë Abrahamit. Flasim për vargun 24. Këto gjëra kanë një kuptim alegorik, sepse këto dy gra janë dy beslidhje, njëra nga mari Sinai që ngjis për skllavëri dhe është Agari. Pra, shikoni që Apostull Pavli, siç thotë Shënia Angu i Arti, e jep historinë, por ai na tregon një kuptim më të thellë, atë që quhet alegorik. Sepse Apostull Pavli sqaron që Agari, sklavja egjiptiane, që u bë nëna Ismailit, simbolizon beslidhjet e Sinai. Pra të Izraelit me popullin e Perëndis në malin Sinai, që nëpërmjet Mojsiut morin ligjin. Pavarësisht se ligji u dha tek populli i Izraelit, ligji në një farë mënyrë ishte skllavëri për Izraelin, sepse Izraeli nuk e zbatoi dot ligjin. Kurse Sara simbolizon beslidhjen e re në Krishtin. Pra, me që populli i Izraelit dhe gjithë njerëzimi nuk e zbatonin ligjin e Perëndis si të shkruar dhe atë në ndërgjegje, Perëndia dërgoi shpëtimtarin Isu Krishtin, birën e fjalën e tij të bërë bir njeriu, i cili erdhi me premtim nga Zoti dhe në një lindje virgjërore dhe jo natyrore, domethënë jo si një marrëdhënie burr-grua. Pra, ishte një ndërhyrje e Perëndis në natyrën njerëzore dhe lindi biri dhe fjala e Perëndis pra është bërë bir njeriu. Krishti e përmbushi ligjin në veten e vet, por ai dha dhe gjakun e tij për shkeljet e ligjit. Dhe kështu ai u bë shkak një beslidhje të re që bëri Perëndia me popullin e ri të tij, pra me popullin jo vetëm hebre, por edhe nga kombet që quhet populli i krishterë. Këtë beslidhje të re, thot Apostull Pavli, në mënyrë alegorike e simbolizon Sara, që mori fëmijën jo nga meritat e saj dhe nga fuqia e saj, por nga premtimi i Perëndis. Prandaj ligji ishte i mirë, por ishte me një rol përgatitor. Ai nuk mund ta jepte shpëtimin. Shpëtimin e dha vetëm Krishti dhe beslidhja e re në Krishtin. Kështu që kur ne lexojmë Biblën, nuk duhet ndalemi thjesht vetëm në ngjarje historike, por duhet dimë se brenda atyre ngjarjeve historike ka dhe alegori, ka dhe pedagogji, prandaj kisha na mëson të kërkojmë kuptimin shpirtëror që na çon gjithmonë tek Krishti. Gjithë ligji dhe profetët u dhanë që të përmbushen tek Krishti. Dhe është mirë që neve ta lexojmë dhjetën e vjetër që të kuptojmë dhe dhjetën e re, por duhet pasur kujdes për alegorinë e shkrimit shenjtë, sepse jo çdo kush mund ta kuptojë këtë alegori, duhet të jenë njerëz të ndëgjuar siç ishte Apostull Pavli, por siç edhe kisha në ndëgjegjën e saj universale ka interpretimin e saktë të shkrimit të shenjtë. Pim në vargu 25 ku na thuhet dhe Agari është mali Sinai në Arabi dhe i përgjigjet Jeruzalemit të kohës sotme, dhe ajo skllave me bijtë e saj. Si të kuptojmë këto fjalë? Shënia Angu i Arti shpjegon se Apostull Pavli nuk sulmon Jeruzalemin si qytet, ku ai shtrihej, por ai flet për ata që vazhdonin të mbështeteshin vetëm tek ligji duke refuzuar shpëtimin në Krishtin. Pra, për judejnë fanatik, konservator në kuptimin e keq të fjalës. Ata mbështeteshin në një gjendje skllavërie shpirtërore, sepse edhe pse thonin ligji na shpëton, ata nuk e zbatonin ligjin
dhe kështu që ligji i dënonte me vdekje shpirtërore. Shën Agustini thosë se ligji pa hirin e zbulon mëkatin, por nuk je fuqi për ta mposhtur atë. Këtë fuqi e dha Krishti. Prandaj thotë Apostulli Pavli, nuk jemi shpëtuar nga vepra, por nga hiri. Edhe një krishter sot mund të jetë një sklav kur ai e shikon fen thjesht si rregulla formale, pa një marrëdhënie të gjallë me Krishtin. Fatkeqësisht ka disa krishterë që mburen me tradicionin, mburen me formalizmin, përmendin se si festohet, por kur i thua për shembull ai i pagzuar ose ai i rrëfyer, ai i kunguar, ata ngresuben thonë që unë e kam besimin në zemër e tjera. Këto nuk janë përgjigje të sakta, madje të gabuara, sepse nuk mjafton vetëm tradicioni ose kultura fetare, por duhet një bashkim mistik me Krishtin, që kryhet nëpërmjet mistereve të kishës, që është pagëzimi, është mirosja, është pendim rrëfimi, është kungimi. Le të flasim dhe për vargun 26. Ndërsa Jeruzalemi nga lart është i lirë dhe është nëna e të gjithëve. Kush është Jeruzalemi nga lart? Shën Qirilie identifikon Jeruzalemin lart me kishën. Kisha në tokë është një pasqyrim i Jeruzalemit qiellor. Dhe në kishën që është në tokë, që është, siç thash, pasqyrimi i Jeruzalemit qiellor ose mbretërisë Perëndis në qiell dhe në tokë, aty kisha lind fëmijë të Perëndis nëpërmjet misterit të pagëzimit, që është misteri i hyrjes në kishë. Shën Agustini thotë se Jeruzalemi është bashkësia e shenjtorëve që fillon në tokë, pra këtu pra lindin shenjtorë në tokë, nuk bën i qiell. Pra këtu nëpërmjet pagëzimit, mirosjes dhe kungatës, ata shenjtërohen dhe pastaj mbasi përmbushin shenjtërimin, kalojnë në mbretërinë e Zotit, në shoqërinë e angjëve, pra në qiell. Dhe vazhdon përsëri në qiell ai që quhet hynizimi, pra transformimi nga lavdia në lavdi në ngjashmëri me Zotin. Shën Janku i Arti shton se liria e krishterë nuk është liri për të bërë çfarë të duam, sepse dikush thotë që unë jam i lirë nga ligji dhe mund të bëj çfarë dua. Jo, por ne jemi të lirë nga mëkati dhe jemi të lirë në Krishtin për ta përmbushur ligjin. Identiteti ynë kryesor nuk është kombësia apo statusi shoqëror që ndonjëherë ne mburemi edhe me gjenealogjinë, por përkatësia në kishën e Krishtit dhe kjo të bën kur ke një jetë misterore, qytetar të mbretërisë së Perëndis. Dhe flasim dhe për vargu 27, vargu i fundit, sepse është shkruar gëzohet ti o shterp që nuk lind, shpërthe dhe klirë ti që nuk provon dhimbjet e lindjes, sepse bit e së braktisurës do të jenë më të shumë se të asaj që kishte burri. Pra, ky varg është një citim nga profeti Isaia, dhe Shën Efrem Siriani e sheh gruan shterp si figurë të kishës, e cila lindi në vitet 33 mbas Krishtit, sepse kemi ardhen e Shpirtit Shenjtë. Në ditën e Shpirtit Shenjtë lind kisha, e cila nuk është vetëm për popullin e Izraelit, por për të gjithë kombet. Dhe në fillim kjo kishë dukej e vogël përpara organizimit që kishte ligji, tempulli dhe gjithë rritet e traditat e Izraelit. Por shikojmë që kjo kishë pastaj u përhap. Në fillim ishte si një grua shterp, pastaj u bë me shumë fëmijë, më shumë se ajo që kishte fëmijë me burrin e saj. Pra, gjithmonë këtu flitet me një alegori. Pas ardhes së Krishtit, kisha lindi bi nga gjithë kombet dhe vazhdon të lindë duke shtuar numrin e besimtarëve të krishterë. Shën Agustini shton se profecia tregon zgjerimin e kishës pra në mbar botën. Dhe Shën Janku i Arti vëren se fuqia e kishës nuk erdhi nga pushteti politik, por nga një veprim i frymës së shenjtë. Pra, kisha është trupi i Krishtit, është institucioni i Shpirtit të Shenjtë, dhe aty vepron Shpirti i Shenjtë nëpërmjet mistereve të kishës. Prandaj dhe kisha gjithmonë ajo përhapet me lavdi dhe me triumf dhe nuk ka pengesë që mund të ndaloj përhapjen e kishës. Shpesh Perëndia vepron aty ku njerëzit shohin vetëm pamundësi. Një njeri që ndihet i dobët, i haruar ose shterp, flasim nga ana shpirtërore, pa frute shpirtërore, mund të bëhet shumë i frutëdhënës nëse ai qëndron në Krishtin. Pra është shumë e rëndësishme kjo të dashur të krishterë, sepse Krishti na thotë një fjalë të tij, pa mua nuk bëni dot asgjë. Kurse me Krishtin mund të bëjmë gjithçka. Etrit e kishës e shohin këtë pjesë si një thirrje për të kaluar nga ligji tek hiri, nga skllavëria e mëkatit tek liria në Krishtin, nga besimi vetëm në përpjekjet njerëzore
te besimi në premtimet e Perëndis nga një fe formale, ritualiste, në një jetë të re në frymën e shenjtë. Gjithmonë mesazhi mbetet aktual. Njeriu mund të jetë shumë fetar, por nëse mbështetet vetëm tek veprat, rregullat dhe traditat, që në vetvete nuk janë të këqija, por ai mbështetet vetëm këtu dhe nuk ka një bashkim mistik me Krishtin, rrezikon të jetojë si biri shërbëtores, pra si Agarës, që kur nuk mori premtimet. Apostulli Pavli dhe etrit na ftojnë të jetojmë si bitë të lirës, pra si te Isaku, duke pranuar hirin e Krishtit me besim dhe duke e shprehur atë në një jetë të bindur, të mbushur me dashuri dhe me frytet e Shpirtit të Shenjtë. Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra me Krishtin, mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, për takuar në takimin e ardhshëm.